Përshëndetje miq, sot kemi trileçe, kush ka dëshirë mund ta gatuaj për festën e Krishtlindjeve. Për këtë recetë na duhen 6 vezë të plota dhe 6 lugë sheqer. Do i rajmë me mikser derisa të bëhet krem. Më pas do shtojmë 6 lugë miell, 2 lugë niseshte, 1 lugë të vogël me kafe sot buke dhe vanilje. Do e përzijmë shumë mirë dhe do e shtojmë në tavë 30 cm. Më pas do e pikim në furrë në 180 gradë për 40 minuta. Pandispanjen e kthejmë përmbys, heqim letrën dhe e lëm të ftohet. Ndërkohë, unë po ju prezantoj me këtë ekspres kafe që ka marrë me super ofertë, nga 145 lek në 115 lek, bashkë me 100 kapsula, Ital Kafe. Është super në përdorim. Nëse keni dëshirë mund ta porosisni. Për qumsha duhen 500 gram qumësht holpa, 200 gram qumësht panda dhe 6 ml qumësht lope. Do e shtojmë tek pandispanja dhe 400 gram krem karamel. Pasi kemi hidhur qumshat, trileçen do e lëmë në frigorifer. Më pas e shërbim. Kjo ishte receta, kalofshi bukur, gjithë të mira. Ciao.